Një nga gjërat më të mira që kam lexuar sot. Kush është i vetëdijshëm, kush kupton faktet e Zotit, i kupton për veten e tij. Kush bën mirë për veten e tij. Kush është mirënjohës, është mirënjohës për veten e tij. Kush përpiqet për veten e tij. Kush udhëzohet për veten e tij. Kush është koprac dorështrënguar, është koprac dhe ja bën vetes së tij. Kush e prish dhe e thën betimin, i ka bë dëm vetes së tij. Kush bën mëkat, ka bë mëkat kundër vetes së tij. Të gjitha këto janë vargje kuranore, në të cilat Zoti i Madhreshëm na tregon dhe na qel syt se para se të kemi përgjegjësi kolektive, kemi përgjegjësi individuale. Shpëtimi jon edhe në këtë botë edhe në botën tjetër është projekt individual.